Tre shenja që duhet kenë kujdes me komunikimin e tyre, me ato çfarë nxjerrin nga goja tashmë që Mërkuri është rifjuar në shenjën e dashit. Dhe shenja e parë është shenja e gafores. Fëmijët e hënës nuk është se thjesht do të jenë vetëm me luhari humori gjatë këtij muaji apo gjatë qëndrimit që Mërkuri do të jetë tranzit në shenjën e dashit, por ata do të jenë thellësisht të zemëruar. Mërkuri është në shtëpinë e tyre të 10 që lidhet me famën, me imazhin publik. Kështu që ky zodiak mund të shkaktojë ndonjë zemërim publik, pritet, dhe ndërsa kjo shfaqje agresioni mundet edhe që ta ndihmojë gaforen që të marrë atë që do, nga ana tjetër i prish punë sepse mund t'i prish reputacionin apo mund t'i gjallë një reputacion të keq që është e pamundur pastaj që të fshihet, dhe gaforet që do të jenë të zgjuara duhet që të përdorin këtë teknikën e numërimit deri në 10 para se të shfryjnë natin e tyre, zemërimin e tyre, para se të thonë një fjalë më tepër, duke e mbrojtur veten kështu nga çfarëdo lloj skandali që mund të ndodhë apo nga ndonjë video e turpshme që mund t'i përhapet dhe t'i bëhet virale. Shenja e dytë është shenja e bricjapit. Mërkuri lëviz në shtëpinë e 4 që lidhet me shtëpinë, me pronat, me emocionet e brendshme për bricjapin, kështu që çdo ndjenjë që ky zodiak ka shtypur do të shpërthejë si një lavë e një vulkani të fuqishëm gjatë kësaj kohe dhe mund të jetë një kohë e mirë në fakt nga ana tjetër për të pastruar ajrin apo për të zbehur një konflikt me një prind të pandjeshëm, me një qiradhënës apo me një qiramarrës që është i papërgjegjshëm, dhe kjo në fakt nuk është një kohë e mirë për të negociuar një marrëveshje të pasurive të paluajtshme. Dhe shenja e tretë është shenja e ujorit, ndryshe nga dy shenjat e para që janë të modalitetit kardinal ashtu si edhe dashi, ujori në fakt është i modalitetit fiks, ujmbarci i zodiakut njëjtë që është edhe i ftohtë, i mbledhur, racional, i qetë në çdo situatë, por ky nuk do të jetë rasti me Mërkurin që është tranzit në dash, sepse është tranzit në shtëpinë e tyre të tretë që lidhet me komunikimin, kështu që prisni ujor të keni zënka me ndonjë fqinj të keq, me ndonjë motor, vëlla, ndonjë mësues të çuditshëm, kështu që është një kohë vërtet e keqe edhe për të shkruar mesazhe, emaile, po mesazhe që shkruani nga frustrimi, nga acarimi i momentit, sepse më pas gjërat mund të kthehen në makthe. Kështu që është mirë që edhe ju të prisni 24 orë përpara se të dërgoni atë mesazhin në nxitime sipër apo në nerva e sipër. Kjo është këshilla ime.